Përshëndetje gjithë. Ju lutem prezantohuni. Quhem Sabacena, qytetari i Kukësit, banori i qytetit Kukës. Them drejtën, domethënë kur ju shoh shumë panel dhe ju shoh me atë këndvështrimin tim, e di si më dukeni, domethënë sikur si jeni shqiptar. Sepse gjysa për ju të paktën keni pas shumë gjana për të bërë për këto qytetar, që sot moj një mik nga Pogradeci në telefon nga Amerika, se e kam shkel shpesh Amerikën, edhe më tha, o vlla, hodha një foto në Facebook, më tha, mo vlla, tha, ku jeton ti, në Kukës apo në Zvicër? Jo vlla, thash në Kukës. Po tha, aty krejt në Katran liçen duket venin si në Zvicër. Faktikisht ne dukemi si në Zvicër dhe i kemi pasurit tona si në Zvicër, po nga vjedhja që kanë bon, ka bon konkretisht qeveria juaj, se për ju e kam fjallën dukemi si kur t'jemi në Bangladesh, ose në Palestinë atje ku ka luftë. Marrim disa gjana konkrete, po merremi me shembuj, domethënë. Flasim urën e Kukësit, që e keni reklamuar me të madhe, 35 milion euro mësu gabofsha. Ajo ura ka 4 kursi, sot punon me 2 kursi. Dhe ka bllokim kalimin dy anë të kursisë. Pse? S'punon. Po s'punon se ka defekt. Po nuk e thot pjesa e administratës, sepse pjesa e administratës, se dëgjova njënin që tha, çfarë se kemi rrogat e mira. Jo më se keni rrogat e mira. Dikur e ke pas rrogën 400.000 lek, 300.000 lek. Po ke tu pak më dinit se sa sot, po të marrësh 1 milion lek. Jam i bindëm që me rrogën mesatare 450.000 lek, deri 500.000 lek, çaj jeni ju atje në panel nuk e shtyni 3 ditë. Po t'ishte për mu do ju kisha fut me një Big Brother edhe me rrogat mesatare do ju kisha lanë me jetu një muj, edhe ta shifni se si jetojnë qytetarët kuksianë. E para. E dyta, kemi një treg në Kukës ne. Po të vinin me një kohë të rojt drekës, ora 11:10 po të shkonin në treg, ajo është gjithë me plasmas, është tamam si në Palestinë atje, aty i gjenë gjithë të lujtë letra, pse se ka ra forca blerëse, se s'ka qytetarë. Kukësi janë 48.000 kuksianë që kanë emigru mëjna Shqipërisë. Në Tiranë, në statistika, 52.000 janë Dibran, jemi komuniteti i dytë, 48.000 jemi, 13% e popullsisë Tiranës. Kemi dhe aq tjerë që emigrojnë në për botë. Këtu i nxjerrin reklam, shtegu i ngjyrave, por ma shumë i bukur shtegu i ngjyrave. E di çfarë do të heqësh si për të shku deri atje. Po tjetra, ju thoni keni kullota shumë të mira për bakti. Po më kemi, po s'kemi çobener. Pse? Se i kemi djem krejt jashtë shtetit. Krejt nga këtë qeverisja e kësaj qeverie. Tha, dikush është rritë, është rritë të ardhurat personale. Jo mërzëtri, janë rritë për ju, dhe për oligart, dhe për biznesmen që ju i ushqeni me djesën tonë. Nuk janë rritë për ne. Hajde shikojni familjet kuksiane. Nuk mjullin do të muin. Keni nxjerrë një projekt për një landfill. I kemi kalu 3 minuta. Po si mund bëni, do t'i bëj 5, vlla se ishte 6, ai tjetër do jam lumjan, këtu jam venalidhem takon. E para. Kjo është me ja vjedh kohën dikujt. Po jo, po do ja vjedh kohën dikujt se më takon. Se kam, si mund bësh, prishe rregullin. Të lutet, të prishin për gjithë se keni ardhur sot do rrini deri në darkë, këtu derisa të marrni punë, çose doni të gjithë. Si mund bëni një landfill me një vend turistik ku po ta shikosh me avion nga sipër të duket se jenë Lugana, Zvicër, sa në Luzern, e kupton. Dhe të bëni ju një shesh beduinash mund zemër të turizmit, kështu do në zhvillu turizmin ne ju. Tjetra, me urën që keni bo, dikur kemi bo 15 km autostradë ne, me aturën, me defekt. Prandaj, ju them se të gjana teknikë nuk u futa të renta minerale tja, sepse i konsumun bashkë parafolësit e mi, ju them të vini gishtin kokës, se në fund, 2 metra vend do mini gjithse cilin nga ju. Se e thot a i kërëmisi ju, për e ka sa për reklama, kuptan. Vinja vetën vetë qytetarëve, vini gjishtin kokës, edhe punojni për këto qytetarë, sepse partit dhe bashkit shkojnë e vinë, qytetarët do ngele në kuptan. Ka shumë njës që më mendojnë si unë, sot në kraona nej, po përshkak një roge, tasaj rogo, se e përmeni dikush, 400-500.000 lek. Po se mjullin 15 më vlau. Se për ju që drekojnë në për restorantet e Tiranës, ju shkon 500 euro një dark e thjesht. Se ju bëjnë shishet e venës, po flasin për ato 33 mjershet, se as nëndër se kam po në herë. Po i bi shkurt ka që kisha kam shumë për të thamë, po me qenë se është... Falenderit. Më pak se 5 minuta ishe. Zotria,
fakti që foli 4 minuta e gjysëm nuk do të thotë që do të kalojmë 3 minutëshin. Ju lutem, prezantoni, faleminderit. Përshëndetje, Ylber Duraku, banori Kukësit, këshilltar edhe me reformën e parë, edhe me bashkitë e vjetra, edhe me bashkitë 8 vite, mbi fjalë me bashkinë e re që është sot. Në radhë parë përshëndes panelin, 2 bashkëkryetarët që janë sot pranishëm këtu në këtë bashkëbizedim të rëndësishëm. Përshëndes deputetët e Kukësit, 3 kryetarët e bashkisë, të 3 kryetarët e bashkisë nderuar që janë pjesëtar po prapë këtij takimi, si dhe prefektin e Qarkut dhe kryetarin e Qarkut, si dhe gjithë pranishmit që janë sot këtu me ne. Sabahut edhe parafolësit mbi fjalë nuk bëjmë debat me to, u falen minutat bashkë me bashkimin, se po të ishim ne na bërtetëshin shumë, ndërsa ne u falim minutat edhe të flasit sa të dunë se jemi ma tolerant. Puna me e mirë në reformën e 2014-15 u bon shkrirja e 14 komunave në qarkun e Kukësit. Pse e them këta? Sepse kryetarët e komunave i marrun malet e Kukësit, Trëpojës dhe të Hasit dhe kalun të malet e Shakit duke vendos prita malore. Pra, prita malore edhe në korrik, edhe në ngusht, para shi, para bor, para këshu, gjithë lekë të shtetit, pra i falenderoj shumë ato që u morën me këta, që shkrin 25 komuna dhe u bun 3 bashki. Pse e them këta? Bashkitë e sotshme nuk ka nevojë për lëvdata, as për me bo politik. Sot, që nga 90-ta, dhe kur janë heq këshillat e rrethave, e deri më sot që jemi flasim bashkë, është bon investimi sa për 30 vite me i fjalë që e ka bu kjo 10 vjeçar. Që asfalti ka dalë në Kallabak, asfalti ka dalë në Breki, asfalti ka dalë në Bushtëric e nga Lisë kudo. Gjitha tjerat janë broklla që ne i themi sot këtu, i përshëndes dhe nuk i paragjakoj parafolësit që folën, se kanë mendimin e tyre, në mënyrë të veçantë i bashkohem diskutimit të lavdrim sheu, që për këtë të ardhura që ka Kuksi, me i fjalë në lidhje me minjerat dhe me gjithë pasurit që ka Kuksi, Hasi dhe Trepoja, ndërsa tjerat janë mendime që ne të bëjmë nga një komunë për shtëpi, ose nga një njësi vendore për shtëpi, e me tjera e tjera. Kështu që unë them që kjo reform i ka shërbyer, por për përmirësimet të dukshme, të nevojshme, bile që mu kthy te 33 apo të 26 rrethet dhe mi fuqizu rajonet. Kjo do ishte më mirë. Haxhimali qesh, po edhe mendimi i atij është, besoj se e kam ndjek edhe në për takime, e ka edhe këtë mendim për reformën e re territoriale. Shumë faleminderit edhe respekte. Faleminderit ju. Me një bashkëdakordsi të komisionit, unë do dëgjoj të fundit një zonjë. Dhe do doja ta dëgjoj një. Jo, gjëhet para fundit një zotëri, pastaj një zonjë. Përshëndetje. Po një sekond. Jo kam përshtypjen se ma mot. Po ti e të mbyll. Jo thash do dëgjoj të fundit një zonjë. Tani Po flasun një herë pastaj një zonjë. dëgjoj, po pse gjithmonë burra duan me hyj pa radhë? Po ma shpjego pse. Jemi malësorë. Po. Sepse do doja që dëgjoja një zonjë në fund. Të ta ngjojmë dhe zonjën. Po ta kalojmë te zonja. Po. Okej, faleminderit. Po mos ashtu të flas. Dakor, dakor. Ja çoj ai tjetër zonjë. Okej, të lutem kaloja zonjës. Është zonja këtu. Një zonjë anash. Do më fol. Faleminderit. Zonjë, ju lutem prezantoni. Koha filloi. Ju lutem mikrofonin edhe një herë. Dhe lëm kohë. Okej. Mësuese në pension. Po. Atëherë, për çau fol për reformën e gjitha këto, unë nuk kam vend për të folur. Kam qenë mësuese muzike një jetë në Krum, kam lind në Has, jam rrit aty dhe aty mendoj të vdes. Unë do flas vetëm për zhvillimin e Hasit, duke vënë dorë edhe Shqipëria,
qysh se kam qenë unë në qytetin e Krumës në vitin 74, duke mu dorë edhe diaspora hasiane, të cilat i përshëndesim, dhe fal edhe bukurive natyrore që ja ka dhënë Hasit, mendoj që Hasi do të zhvillohet edhe do të jetë gjithmonë më lart. Ai sot, nga epitetet e dikurshme, Hasi i Thot, Hasi i Gurit, Hasi i Brinjës e tjerë, quhet Zvicra edhe Londra e vogël. Edhe kjo fal Hasianëve që janë jashtë, fal nxënësve të mi që i kam kaluar të gjithë në përdor, se unë kam punu aty, po kam qenë edhe udhëheqëse artistike në të dy shkollat, edhe të 8 vjeçaren edhe të mesmen, dhe ju kam dhënë shumë edhe disa përkuksionve hasianëve që kanë qenë në internatin Kosova ose në konviktin Kosova në Krumë. Atëherë, do t'ju falenderoj shumë për këtë bisede, për këtë takim së bashku, dhe i falenderoj edhe një herë të gjithë ata hasianë që janë jashtë, edhe që për ditë po i takoj dhe po më thonë zgjush, unë jam kthy. Kështu që don Zoti kthehen edhe vazhdojmë edhe më lart se sa jemi. Faleminderit. Do ta mbyllim me zotrin më tolerant në këtë sallë. Ju lutem prezantohen. Adem Lala, quhem, Po. ish drejtues pushteti lokal, e njoh mirë si fush. Okay. Por u tha çfarë u tha, i fundit më atë mend. Shumë mirë. Shikoj sallën, më thanë të drejtën. Kemi lodhë 2 burra për në fund. Dhe mbi 70% e sallës janë hasian. Është apo s'është? Kush është Meraku? Dhe 2 bashkë drejtuesit desha t'i zëja nga gjumi, duke u bërë një pyetje të thjeshtë fare. Kanë ardhur çunat nga Londra, që janë shumë të përkushtuar, ka ardhur shoqata e Hasit nga Tirana, dhe ndajten këtu, dëgjuan, biseduan, dhe kur shkojnë ke shtëpia, tu i thonë, "Ore, çfarë tha aty?" Asnjëri nga këta nuk do thoj asgjë. Pyetja ime është kjo. Nëse keni kellçe për të përgjigj, mund të përgjigjeni. Nëse jo, heshtja kuptohet. Çfarë mendimi keni ju, zoti Boqi, për Bashkinë e Hasit? Njëjta pyetje është edhe për zotrin tjetër, që këta bashkëdhetarët tonë të shkojnë atje, nga kanë ardhur me një qetësi shpirtërore, po dhe punojës të bashkisë që janë këtu të Hasit, edhe këta të qetësohen, më të heqen merakun, do shkrihet bashkia, do shkrihet bashkia. Bashkia nuk do të shkrihet dhe s'ka për të shkrihet asnjëherë. Por këta dy zotrit, a mundën të përgjigjeni para këtyre banorëve, sepse ngelin duke folur vetëm ne. Zoti Boqi, mundesh të japësh një opinion? Ju a thash, mos e ke dëgjuar që në fillim. Do jetë apo s'do jetë? Po pra, më ke dëgjuar sepse saksisht kam thënë që patjetër duhet jetë dhe duhet i shtojë. Jo duhet. Do të jetë apo jo? Po tashi, po ta ke mundor do jetë. Atëre edhe tjetrën. Këta zotrit kanë ardhur lunë filxhana. Po. Hasi dhe Tropoja lunë kapuça. Këta kokrat i kanë lënë Tiranë e ju thonë ju gjeni kokrën. Ku kokra? Pra, gjithsesi ju uroj. E në 2 minuta, 1 minutë kanë falë bashkimet. Faleminderit. Tani, do funksionoj kështu, ju lutem. Zotrinve që janë në sallë. S'ta dha përgjigjen. Ja, do t'ja japi tani. S'ta dha përgjigjen Mazniku. Unë ta dhash përgjigjen. Kam përshtypjen që zoti Mazniku se jep the tani. kush nëse keni këllçe the. Po si e do ti. Po dhe gjatë biles. Po dhe të fort. Po. Ne mbyllëm. Atëherë, jo tani do vi përgjigja. Ja pra tani do vi. Duroni, durim. Tani. Nuk po përgjigjem unë. Atëherë më let të mbaroj dhe të bëj punën time. Atëherë. Mos ta vazhdoj me protokoll sepse s'ka arsye pse. Ju lutem. Fillimisht unë dua t'ju falenderoj për gjithë pyetjet tuaja. Natyrisht që unë vlerësoj mbi të gjitha që keni respektuar njëri tjetrin, keni dëgjuar njëri tjetrin dhe keni mbajtur përgjithsisht kohën që ne kemi përcaktuar. Tani unë e thash në nisje.
Këtu ka një reflektim që do të vijë nga dy bashkëkryetarët në fund këtij takimi. Dhe ky takim natyrisht i ka ardhur në fund. Me të gjitha pyetjet deri te pyetja fundit dhe për përgjigjen që kërkon me qetësi, se unë besoj që kur të shkosh te gruaja në shtëpi do jesh më i qetë. Tani ja jap fjalën zotit Mazniku dhe me një herë më mbrapa, ju lutem, me një herë më mbrapa, bashkëkryetari tjetër zotit Boçi. Të nderuar miq, spari kur ta moderosh ti do ta bëjmë sipas rendit që vendos ti. Tani, të nderuar miq, spari duhet t'ju falenderoj secilit për kontributin tuaj, për mendimet që u dhanë. Duhet të falenderoj gjithë njerëzit për kohën që morën. Pra fakti që njerëzit lejnë punët e tyre, kohën e tyre, njerëz që ishin nga Kosova, njerëz që ishin nga Anglia, në mënyrë të posaçme për këtë gjë, tregon që kemi një vëmendje të caktuar të dobishme për të bërë bashkë. Sot ishim në një takim i cili emrin e kishte dëgjes. Synimi i këtij takimi ishte që ne, të cilët do kemi mbi shpatulla detyrën për t'i propozuar parlamentit një reformë administrative territoriale, t'ju dëgjojmë ju. Pra, sot kemi ardhur ne t'ju dëgjojmë ju. Do kemi një moment tjetër ku do vim dhe themi ne mendimin ton për shumë çka. Por arsyeja pse jemi bashkë sot është që secili për jush nga zonat me historinë tuaj, me funksionet tuaja, me mendimet tuaja, ti thoni këto të dëgjohen nga ne, të dëgjohen nga publiku. Kemi qenë sot live në transmetim drejt për drejt një pjesëmarrje e televizioneve dhe e ndërtuam këtë platformë dhe këtë objektiv eksaktësisht për këtë çështje, për të pasur mundësi që zëri juaj të jetë mundësisht dëgjohet nga ne, po dëgjohet nga gjithë shqiptarët. Dhe besoj që sot me qytetari, me civilitet, me qartësi, çdo njeri tha mendimin e tij siç e mendon. Kush e mendon në një mënyrë caktuar, kush e mendon në një mënyrë tjetër, dhe është shumë e shëndetshme kjo që bëm sot. Dhe ky është hapi i parë për të ndërtuar procese dhe politika që janë dobishme për njerëzit.